Kjo shtyllë tensionit të lartë në kodrën e Becit ishte fatale për punëtojnë Ulix Bicuri. Sot rreth orës 10 të mëngjesit mësohet se gjatë një intervenimi është vënë në kontakt me rrymen dhe si pasojë ka mbetur i vdekur në vend. Lajmin e ka konfirmuar komandanti i stacionit policor të Gjakovës, Krist Gjokaj. Ne sapo morëm informatë nga emergjenca që një person ka shkuar në vdekur pa shenja jete. Patrullat tonë me një ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë konfirmuar vdekjen e personit nga ana e mjekëve që kanë qenë në kujdestari aty. Trupi i tij është dërguar në Institutin për Mjekësi Ligjore në Prishtinë për obduksion. Bëhet fjalë për një person punëtor i Kecit, i cili ka qenë detyrë zyrtare dhe gjatë punës është godit nga rryma dhe shku pa shenja jete atje. Ne kemi policinë aty hetuese dhe jemi të vazhduar në koordinim plot me prokurorin e shtetit dhe për veprimet e tjera do të jemi të mbështesë. Në vendin e ngjarjes janë parë zyrtar të Kecit, inspektor të punës dhe policia e Kosovës. Indjeri Ulix Bicuri ka qenë ish pjesëtar i UÇK-s dhe pjesëmarrës në betejën e Koshares. Pas mbarimit të luftës, ai ishte angazhuar në TMK për t'u angazhuar më pas në Kec disa vite më vonë. Ai pas vetes ka lënë bashkëshorten Valentinën, djalin Adolfin dhe vajzën Orhidean.